Të rinjt shqiptar përballen me sfida të shumta, të cilat lidhen kryesisht me punësimin dhe financat personale, duke qenë më të varur ekonomikisht nga familjarët e tyre në krahasim me moshatarët e tyre europian. Studentja dhe aktivistja Ridvana Hajdari shprehet se gjenerata Z në vendin tonë në përfundim të studimeve haset me vështirësi në gjetjen e një pune të përshtatshme. Pagat janë të ulta dhe kostot e jetesës tepër të larta. Nuk duhet të shihet vetëm në aspektin individual si problematik, por është në mënyrën se si funksionon vetë sistemi. Të rinjt përballen me tregun e punës, i cili nuk i shpërblen as për arsimin dhe as për përpjekjet e tyre. Pagesat janë shumë të ulta, duke krahasuar me kostot e jetesës, dhe në qytete siç është Tirana, gjysma e pagës mujore të shkon për qiran e apartamentit. Dhe në këto situata të rinjt detyrohen ose të vazhdojnë jetesën e tyre me familjen, ose të mbështeten financiarisht nga ata në mënyrë që të përballojnë kostot e jetesës, kushtet minimale që secili duhet të arrijë të plotësojë. Të pasur këtë mentalitet parasysh që ti jeton sot për nesër, në bazë të pagesës që ti merr, pastaj edhe vështirësitë edhe rëndesa bëhet më e madhe për këta të rinj, sepse ata përballen edhe me vështirësi në pasiguri, në vonesë për të arritur, për të marrë vendime të rëndësishme ose për të arritur për të krijuar autonominë e tyre, për t'ia dalë vetë në jetë dhe për të arritur për të marrë pavarësinë e shumë kërkuar dhe shumë të dëshiruar. Sipas Hajdarit, në vendin tonë mungojnë politikat rinore për të krijuar kushte më të favorshme jetese. Kemi shtetin i cili nuk bën përpjekjen për të krijuar politika publike të cilat ju vinë në ndërmes të këtyre të rinjve. Qoftë internshipe me pagesë që ata të arrijnë të krijojnë një përvojë që deri nesër të zënë një pozicion pune në profilin që ata janë investuar, qoftë mbështetje financiare, qoftë përgjysmim të kostove që ata mund të kenë. Dhe duke pasur parasysh këtë situatë dhe këtë aktualitet, nuk mund të themi që të rinjt nuk kanë ambicia ose ju mungon vullneti, por ju mungon mjedisi dhe kushtet në të cilet ata mund të investohen për të arritur këtë pavarësinë e tyre. Hajdari thekson se të rinjt shqiptar mendojnë shpesh për emigrimin si e vetmja mundësi për të ndërtuar të ardhmen e tyre, edhe pse sfidat e emigrimit janë të mëdha.